Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë verore. Speca me pure domate e djathë mozzarella. Është një recetë që në këtë vap kaq të madhe, gjella nuk do na pëlqente shumë, po kjo do ishte perfekte. Vemi tek endi i gatimit për të filluar përgatitjen e recetës. Si fillim do të ndezim pritën dhe në atë do të vendosim tigarin, ku do të përgatisim recetën. Vendosim vajin, ku në këtë rast kam përdorur më pak vaj ulliri për arsye sepse salcën, më thënë pure dhe domates e kam të përgatitur. Vendosim hudhrat dhe do t'i skuqim derisa ato të nxjerrin atë aromën e fortë dhe të marrin një ngjyrë si të kuqëremte të lehtë. Ja kaq. Në këtë mënyrë, kaq do t'i skuqim. Do të vendosim specat, të cilën unë i kam prerë në këtë mënyrë, në këtë formë. Ju mund t'i prisni si të dëshironi. Do fillojmë t'i trazojmë gjatë gjithë kohës, sepse nuk do t'i skuqim si skuqim zakonisht specat, po do t'i skuqim një shumë lehtë, sepse do t'i zjejmë në puren e domates. Kjo recetë të ka të veçantë. I trazojmë pas here që mos na digjen dhe ja ku i kemi. Kaq do t'i skuqim specat në skuqje shumë të lehtë. Vendosim kripën dhe më pas do të vendosim puren e domates, të cilën unë siç thash më përpara, e kam përgatitur vetë se kam filluar të bëj zjarretet e dindit, domethënë salcën fillova ta përgatis. Do e shprajm pak shishen, që t'i heqim atë salcën, sepse na duhet pak ujë, që specat të zgjejnë në këtë pure pak më shumë të lëngshme, ndërsa ju mund të përdorni domatet freskëta, por nuk do të vendosni ujë sepse domatet e kanë vetë atë ujin. Ja, e kemi bërë atë zgjerrjen e parë të specave, tani do t'i kthejmë specat, t'i zhysim në puren e domates, që pjesa që ka qenë sipër të vendoset poshtë dhe të ziejnë pak. Do t'i lëmë vetëm për 1 minutë. I vendosim kapakun dhe vetëm 1 minutë do t'i lëmë. Ja ku e kemi gati, tani do të vendosim djathin mozzarella. Ju mund të vendosni sipas shijeve, djath parmigiano, djath pice, sepse ato të dyja kanë pak krip, kurse kjo ka një ëmbëlsi dhe jep një shije të jashtëzakonshme kësaj recete. E kemi grirë pothuajse dhe djathin mozzarella dhe tani do t'i vendosim kapakun ku do e lëmë që djathi pothuajse të na shkrijë. Heqim kapakun dhe do të vendosim pak piper të zi, do të vendosim specë të bluar djegës, kjo ka nga preferencat, po unë mendoj se i shkon shumë kësaj recete, dhe sipër do t'i vendosim majdanozën. Siç e shihni, djathi mozzarella ka nxjerrë atë lëngun e vet, të cilën kësaj recete e jep një shije të mrekullueshme, të më besoni për këtë. Ja ku e kemi gati. Receta është gati për të servirur. Do dëshiroja shumë që poshtë videos të më lini një mesazh, ju ka pëlqyer kjo recetë apo jo. Shifeni si është, super ka dalë. Dhe do jap një këshill, djathi mozzarella në momentin që e përdorni në çdo lloj recete, konsumojeni menjëherë, sepse djathi e humbet atë shijen plus dhe forcohet. Ja ku kemi gati. Ju bëf të mirë. Faleminderit që ndiqni videot e mia dhe miru takofshim në videot e radhës. Mos harroni mesazhin.